Bordo Briuni, një platformë e rëndësishme bashkëpunimi në nivel presidencial, mblodhi liderët e Ballkanit Perëndimor për të diskutuar mbi proceset integruese drejt Bashkimit Evropian dhe sfidat që rajoni po përballet në kontekstin e zhvillimeve globale të sigurisë. Në fjalën e tij, presidenti Bajram Begaj, si bashkëorganizator i samitit me homologët kroat dhe sloven, theksoi se Ballkani Perëndimor ka bërë hapa të rëndësishëm përpara në drejtim të forcimit të marrëdhënieve ekonomike, bashkëpunimit rajonal dhe sigurisë. Ai nënvizoi se bashkëveprimi ndërmjet vendeve të rajonit është çelësi për stabilitet dhe zhvillim të qëndrueshëm. Megjithatë, rajoni ynë përballet me sfida të sigurisë, të cilat kërkojnë rritje të bashkëpunimit dhe koordinim më të ngushtë mes nesh. Plani i rritjes i Bashkimit Evropian për vendet e rajonit tonë përbën një mundësi të çmuar për zhvillimin ekonomik, pasi krijon akses në instrumenta financiare të Bashkimit Evropian, lehtësira tregtare dhe programe të përbashkëta për zhvillim. Presidenti Begaj e përmbylli fjalën e tij duke theksuar se aspirata e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një objektiv politik, por një mision kombëtar. Samiti Bordo Briunit mbetet një nga forumet më të rëndësishme të bashkëpunimit rajonal që prej krijimit të tij në vitin 2013 duke shërbyer si ur komunikimi ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian.